Të kaluar. Mjeti inteligjent Poliskan feminin për matjen e shpejtësisë kemi dislokuar në aksin rrugor në rrugën interurbane kryesore Rrogozhin-Lepa. Është një mjet inteligjent që marr shpejtësinë në mënyrë automatike, të tilla kemi edhe të tjera në gjithë territorin e vendit, të ngjashme, që janë të dislokuara në akset kryesor të vendit, në rrugën e Kombit, por edhe në akset tjera rrugore kryesore, që evidentojnë çdo mjet që të kalojnë normat e shpejtësisë. Është e nevojshme që në vazhdimsi ne të operojmë me këto mjete në dinamikën e publikisë. Siguria rrugore ngelet një përparësi e policisë së shtetit, siç e shikoni, ndodhemi me mjetet inteligjente të vendosura në rrugë me qëllim që të bëjmë të mundur evidentimin e të gjithë shkeljeve dhe problematikave që hasim në përditshmërinë tonë. Policia rrugore është e vendosur që të gjithë shkeljet të evidentohen me mjetet inteligjente, me ato të cilat kemi përdorim, siç është Poliskan apo dhe mjetet e tjera radar dhe drone. Gjitha këto mjete inteligjente që ne kemi në përdorim do të bëjnë të mundur që të ndëshkojmë për të gjithë shkeljet që kryejnë në rrugët kryesore dhe interurbane. Për gjatë kësaj jave, mjetet inteligjente kanë vendosur 1100 masa administrative për shkelje të tejkalimit të shpejtësisë, ku këto tejkalim shpejtësie varionin deri në 230 km/h gjatë këtij viti. Në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë janë 1075 drejtues të automjeteve që është hequr leja e drejtimit pasi u kanë mbaruar pikët e lejes drejtimit. Njëkohësisht kemi edhe 1060 raste të proceduara për mospasjen e lejeve të drejtimit. Këto janë vërtet shifra alarmante dhe na bëjnë që të kthejmë vëmendjen dhe fokusin kryesor te siguria rrugore. Së shpejti do të vijnë në funksion edhe kamerat në qendrën kombëtare të monitorimit trafikut rrugor, të cilat do të integrohen me sistemet e policisë dhe në këtë mënyrë do kemi një kontroll dhe një çekim më të saktë të gjithë shkeljeve dhe të gjithë problematikave që do të hasim në rrugët kryesore interurbane. Nuk është në fokusin tonë që ne vetëm të evidentojmë shkeljet, në fokusin tonë është që ne të ndërgjegjsojmë qytetarët, të parandalojmë këto shkelje rrugore dhe mos të kemi aksidente fatale. Bëjmë apel dhe thirrje të gjithë drejtuesve të mjeteve, mos përdorni telefonin celular, mos drejtoni automjetin në efektin e alkoolit dhe lëndëve narkotike, mos të kaloni normat e shpejtësisë pasi shpejtësia vret. Një rregull i respektuar është një jetë e shpëtuar më shumë.